Gjatë muajve të dimrit, përdorimi i oxhaqeve dhe pajisjeve ngrohëse rrit ndjeshëm edhe rrezikun e zjarreve në banesa. Vetëm gjatë vitit që lan pas, në qytetin e Gjirokastrës janë shënuar mbi 20 raste zjarri, të shkaktuara si pasojë e mungesës së pastrimit dhe mirëmbajtjes së oxhaqeve. Shërbimi zjarfikës në Gjirokastër apelon për pastrimin periodik të tyre, duke konsideruar këtë një masë thelbësore për parandalimin e zjarreve dhe mbrojtjen e jetës dhe pronës. Këto duhen pastruar, çdo vit duhen pastruar oxhaqet para se të ndizen. Mendoj se gjithë qytetarët e dinë këtë dhe ka mundësi për shembull që ka disa mjete që pastrojnë oxhaqet, sepse ata mund të kenë probleme për pastrimin e tyre. Janë disa mjete, janë disa fshesa. Ato janë mund të gjesh nëpër supermarkete, mund të gjesh kudo dhe me atë thjesht mund ta pastrosh për një kohë shumë të shkurtër. Nuk ka ndonjë punë shumë të madhe, po duhet të thënë që ti pastrojnë disa të rinj që mund të hipin për oxhaqe, se mund të shkaktojnë edhe moshat e vjetra nuk mund të kryejnë këto punë. Para 3-4 ditësh kishim një rast të zjarri në oxhaq, po menjëherë u njoftuam, shkuam në vendngjarje dhe eliminuam zjarrin sepse duke ishte një oxhaq që shtëpia që me tavan druri dhe mund të shkaktonte një dëm shumë të madh. Rastet e regjistruara tregojnë se zjarret në banesa mbeten një rrezik serioz, ndërsa parandalimi dhe kujdesi i qytetarëve janë faktorët kyç për shmangjen e tyre.